Këto janë pamje të rrugës ndërlidhse të nënfshatrave në Risili të Vlorës. Të jetë amortizuar, dëmtuar dhe mbushur me gropa, rruga me një gjatësi prej 20 km nuk njeh asnjë investim që prej 20 vitesh. Rrugëtimi nëpërmjet këtij segmenti rrugor, përveç se bën të vështirë udhëtimin e mjeteve duke zgjatur në kohë rritjen për në destinacion, por është edhe një burim aksidentesh. Të shqetësuar ndaj neglizhencës që autoritetet lokale kanë kundrejt situatës, banorët e fshatit Risili apelojnë autoriteteve qeverisëse të kthejnë vëmendjen e munguar prej vitesh. Rruga e Risilis është bërë në 2007, bërë si rrugë, por që nga ajo kohë që është bërë si rrugë nuk është vënë asnjëherë dorë për mirëmbajtje dhe kur është vënë dorë vetëm për këto pjesët Vëshet Zhavor, gjëqe me shirat edhe me lagështirën. Shumë vështirë, shumë e keqe. Unë habitem ose më çudit, bravo qoftë zotësia madhe që keni arritur deri këtu ju, si keni ardhur me këtë rrugë. Rruga e lënë në mëshirë të fatit dhe të investimeve infrastrukturore të cilësisë së dobët përbën një rrezik për transportin e të sëmurëve. Situata në fjalë prek një komunitet të gjerë, duke i vështirësuar mënyrën e jetesës.